e mesit e shoqërojnë gjithmonë edhe vetë diagnostikojnë, thonë kam hernje. Tani ne kemi sqaruar në emision që jo çdo dhimbje e mesit është hernje, po në përgjithësi një grup i madh i popullatës vuan nga hernja. Dhe hernjen e asociojnë dhe i lidhin gjithmonë me ato ndërhyrjen. Dhimbja e mesit, hernja dhe operacione. Tani le të ndalemi pak gjatë këtu ozonoterapia. Ju thatë që ishte ndërhyrja pa bisturi. Është e vërtetë kjo apo është një mit? Jo, nuk është një mit. Domethënë është realisht themi trajtim pa bisturi për këtë të cëmur. Sepse domethënë thash nuk është magji, efekti i saj bazohet në efektin antiinflamator që ka kjo dhe në efektin unik që ka ozoni që është hidrofil. Do të thotë është shumë i afektuar ndaj ujit, që e përkthyer thjesht. Në momentin që e injekton afër zonës së hernjes, ozoni thith sasinë e tepërt të ujit që ka dalë nga disku i çar. Ky është parimi. Dhe ky është parimi dhe ul presionin që hernja bën mbi nervin. Duke ulur presionin mbi nervin, qetësohet dhimbja dhe pacienti kthehet aktivitetit rutin normal që bën edhe më përpara.